Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatët dhe selamat ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha që na i ka dhënë. Mirësia dhe begatia më e madhe që jemi duke përjetuar dhe shiu ditëve të fundit është mirësia dhe begatia e muajit të bekuar të Ramazanit. Mirësia dhe begatia e Allahut Azza wa Jall që manifestohet në shëndetin tonë, që Allahu është duke na mundsuar që këtë muaj të bekuar ta kalojmë me një adhurim të bekuar i dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Sot do të mundohemi në pika të shkurta të tregojmë diçka rreth luftës së Bedrit, si ndodhi e cila ka ndodhur në historinë islame, që muslimanët ja përkujtojnë njëri tjetrit, kurse në hutbë do të mundohemi që t'i tregojmë disa urtësi dhe dobi nga kjo luftë. Kurse shtash do ta përmendim aspektin historik të kësaj ndodhie madhështore, e cila ndodhi në vitin e dytë sipas hijretit. Kur themi në vitin e dytë sipas hijretit, kemi për qëllim atë se lufta e Bedrit ka ndodhur 2 vjet më së ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej Mekës në Medinë. Do të thotë ka ardhur me një vend të ri, ka formuar një shtet të ri e të vogël, edhe më njëherë pa pritmes i vjen rasti që ta bëj luftën e Bedrit. Lufta e Bedrit përndryshe e ka emrin Bedr nga se ka ndodhur, do të thotë, kur hona ka qenë e plot. Kur hona ka qenë e plot. Dhe hona kur është e plot e ka edhe emrin Bedr. I thut edhe hona e plot edhe hona e Bedrit. Tjetra është se kjo luftë quhet edhe Gazwatul Furqan. Dhe kjo është emri më i rëndësishëm. Nga se El Furqan është lufta dalluese, e cila luftë e bëri të mundshme që të bëhet dallimi dhe veçimi dhe dalja në mejdan i të mirës dhe të keqes. E të mirës dhe të keqes. Pse? Nga se me këtë luftë muslimanët sahabët e dëshmuan vetveten. Edhe dulën në mejdan dhe u panë më. Ju mriti haberi anën banë botës, deri sa ky haber përcjellet sot edhe të ne mas 14 shekujve. Shkaku i luftës së Bedrit është ajo se Ebu Sufjani, i cili në atë kohë ishte jo musliman, dhe si i tillë në Mekke ka pas përgjegjësinë e pasurisë së mekazëve, të mushrikëve. Aja ka pas përsipër që ta banë tijaretin me mallin e mekazëve. Me një farë mënyre ka qenë ministër i ekonomisë. Ai ka bëu menaxhimin e ekonomisë së mekazëve dhe mushrikëve të asaj kohe. Edhe ai me një rast e merr pasurinë e gjithë mekazëve edhe niset për me shku me bëu tijaret në Sham. Sepse Shami prej atij zamani deri në ditën e sotit ka qenë do të thotë vend strategjik ku tregtarët do të thotë kanë bërë tregtia të mëdha. Ashtu siç vazhdon edhe deri në ditën e sotit, por këto vitet e fundit ai vend është okupuar nga disa zullumçar shiit, që lutim Allahun Azza wa Jall të thën qafën sa më shpejt e t'i liron musliman nga zullumi i tyre. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ndëgjon këtë rast, kur merr vesh se Ebu Sufjani është nis me pasurinë e mekazëve prej Mekës për në Sham, e sheh një shans dhe mundësi të madhe
që me kthi diçka nga pasuritë e veta. Dikujt, këtu do të ndalem një dy do të thotë minuta të shkurta, se dikujt vjen dhe i ban vezvese shejtanit dhe i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka kidnapu mushrikët e Mekkës, edhe nga ana tjetër i ka vjedh ata. Jo, as i ka kidnapu, as dhe ka vjedh malin. Pse po i tham këtë? Nga se muslimanët kur hikën prej Mekkës për në Medinë, nuk patën arallëk, as teshat e veta mbi marë si duhet. Ju dini fort mirë se aq të këqeshin ata, që dhanë fletarës që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi bo, që dhanë urdhën që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi bo vrasje, atentat. Dhe sahabët hikën në Medinë, erdhën, shtëpiat i lanë atje, gratë i lanë atje, fëmijët e vet i lanë atje, e lanë pasurinë e vet. Shumica prej tyre një pjesë e madhe kanë pas edhe mall me të cilën ka bërë tregti, e kanë lënë gjithë pasurinë e tyre në Mekë për me hikë dhe marrë Medinë. Edhe mushrikët e Mekës çka banën? Gjithë pasurinë që e patën lënë va morën, va vjedhën me të padrejtë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa kjo është një shans që me kthi diçka nga pasuria jonë, sepse pasuria e lënë në Mekë nuk krahasoheshte me pasurinë që e kishte me vete Abu Sufjani. Musliman që patën lënë pasurinë në Mekë ishte shumë më e madhe se kjo. E tha, është një shans që na të kthejmë diçka nga malli jonë. Që na të kthejmë diçka nga malli i jonë. Dhe pejgamberi sallallahu nuk u pat nis as që me bë luftë me ta, as që me shpall luftë me kaz, u pat nis me ndërprejket karavan, me marë pasurinë edhe mu kthi apet. Udhëtimi i Abu Sufjanit ka qenë në pjesën e Yanbu, që sot është një qytet në Saudi, që është për rreth detit të Kuç, i cili vend do të thotë nëse vazhdon me hec ashtu të qet në drejtim të Xhiddës. Dhe ka rrugë e cila të lidh me Mekën. Edhe Abu Sufjani pa shfrytzu atë rrugë. Dhe rastisht patar në Bedrin e ditës së sotme, sepse Bedri si qytet është pak para Yanbu. Yanbu sot është qytet do të thotë i madh i prodhimit të naftës, gazeve dhe të ndryshme. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ban gati disa sahab për me shku me aprej rrugën. Abu Sufjani i vjen haberi, i vjen lajmi. Shpionllik i ka punu edhe në atë zaman. Si që i shtek, nuk po him më thell, por me rëndësi është se shpionllik i ka punu edhe në atë zaman. I shkon lajmi Abu Sufjanit, edhe i qka ban? Edhe i qka ban? Një qonë selam me kazve dhe thot hajdini se ju rizikohet e gjithë pasuria juve. Edhe Abu Jehli qka ban? Këshirë sa i vendos në atë zullumin e vetë. I merë 1000 bura me veti. Edhe gjithë i urdhëron që dalin në Bedër me gratë e veta, me fëmijët e vetë. Pse? Që mos mu tërhek prapë, që me qu deri në fund. Ja fitore, ja vdekja, ama me hik nuk ka. Shiqoni sa i vendos në dalaletin e vetë. Shiqoni se qfar urejtje ndaj muslimanëve dhe qfar strategjia të fleqta ka shfrytzu ai që ta ban në poshtën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kuptoi se do të dalin ata për të luftu, i mbledhi me veti do të thotë 310 veta, 313 tu, 319, kryesora për mi 310 veta. I mur me vete, ndërsa mushrikët mbin 1000 veta, dhe dalin në vendin e Bedrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndëgjojshin këngëtarin të cilin e kishin marrë mushrikët me vete, me gjithë sahabët, se si ai këndojke për të ashtu, për të ngrej moralin
mushrikve kishin marrë këngëtar me veti, që ai të këndoje poezi të ndryshme që t'i forcon kundra betejës ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shiqoni çfarë loja të liga, çfarë urrejtje të madhe, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del në atë natë në vendin ku do të bëhet fush betejë dhe ju tregon. Thot filan vendin ka mu vra filani. Që këtu ka mu vra filani. E që tu kanë kina me vra filani. Va kallëzon sahabëve vendet ku kanë me ra të vdekt mushrikt e Mekës, të cilët kishin ardhur me Ebu Gjehlin prej Mekës. Va tregon vendet ku kanë mu vra, të kjo është nga mrekullit e luftës së Bedrit. Kjo është nga mugjizat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe përgëzimet që va jep sahabëve të va bo me dije se qëtu ka mu vra nesër filani, edhe një me të nesërmën që ati e kanë gjithë trupin ati filanit. Dhe të të gjdo send mënyrë precize e definume. Gjdo send mirë dhe hosisht e definume. Dhe kjo luft është luft mes të mirës dhe të keqës. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam del në dua dhe lut Allahun azza wa jalla dhe i thot: o Zot, këto janë një grup i vogël i njerëzve, të cilët ti janë të adhuru, ti janë të lut dhe janë të besu me besim dhe akide të vërtet e të sinqert. Nëse këta zhduken, s'mbetet më kush me të luti, o Allah. Nëse këta zhduken, nuk mbetet kush ka me të lutë më ty, o Zotë jonë. Ishte në pyetje të vekulin, i bazum mbi sebepe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam merr përgatitjen e vet, ja nis me lutë Allahun azza wa jall, me lutje pa ndarë, edhe çka e pastaj në fund të mbështetet në Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj në fund mbështetet në Allahun azza wa jall. Dhe siç e dini, luftën e Bedrit e fitojnë muslimanët. Dhe mushrikt e hupin. Dhe kjo ka qenë do të thotë momenti i parë i tregimit të forcës së një shteti islam. Ku mushrikët e Mekës mbetën të habitur, se si ka mundësi kjo me ndodhë kështu, sepse ata erdhën në Bedër të bindur se kanë me shkatru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të bindur se kanë me shkatru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fiton luftën, kapin rob të shumt, fitojnë shumë pasuri, shumë ganimet, shumë plaçka, dhe konsulton sahabët si ka mi abo me ata që janë kap peng apo me robt, ato që janë robëru. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam robt i ndon kryesisht në 4 pjesë, në një pjesë të tymve e vret, një pjesë tjetër i liron pa parë, një pjesë tjetër e ndron me mushrikt e Mekës, e liron këtë e merr një tjetër që është zonë nga muslimant atje, apo e liron dhe ju merr parë mushrikëve të Mekës, një pjesë tjetër që kanë qenë të edukum dhe të arsimum prej tymve, i ban arsimtar të gjuhës arabe në mesin e muslimanve, dhe i thot, kur ti mësësh këta je i lirë. Dhe thot, lirin tënde ke me pagujt me arsim dhe me mësim. Që du të thamë se arsimi dhe mësimi është bashti një shteti islam, është bashti përparimi të një popullit. Pa marë parasysh se sa i fort është ai popull, pa marë parasysh se sa fetar është ai popull. Nëse është analfabet, rrezikohet ardhmëria e tymve. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse fiton, edhe pse gëzohet, çon mesazh gjithë ummetit të tij deri në ditën e gjykimit, se forca pa laps thehet një ditë. Dhe muslimanëve ju themi, ne muskujt e tonë në këtë shekull
duhet mi tregu me arsimim, me shkollim, e jo me rrahje, me probleme të lashe, vjedhje, thyrje dhe kështu me radhë. Ja, na kur të kemi kuadra të shëndosha, atëherë do të kemi mundësi që mi fitu të drejtat e tona, me e qunë në vend atë që ne kemi nevojë. Lusë Allahun Azza wa Jall që gjithëve të na bëj syqet, që gjithëve të na bëj nga ata që marrin mësime dhe vnekje nga gjitha këto ndodhi. Lusim Allahun Azza wa Jall që gjithëve të na përforcoj komat, të na bëj të mundër që të përngjasojme me musliman që kanë qenë ashabul Badr. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.